Taksa e pronës për apartamentin e dytë e parashikuar të hyjë në fuqi nga 1 janari i vitit të ardhshëm është shtyrë me 2 vite. Është thirrje kjo që lidhet edhe me krimin e kadastrës fiskale. Por si do të ndryshojë taksimi për apartamentin e parë dhe të dytë për familjet shqiptare? Efektin kryesor do ta ketë shtëpitë e dyta. Eksperti i taksimit Edvin Stefani shpjegon se taksa do të përcaktohet nga Këshilli Bashkiak dhe përqindja nga vlera e pronës që do të merret si për apartamentin e parë dhe të dytë mbetet e njëjtë. Por ajo që ndryshon është vlera e pronës që merret për bazë. Taksa e re do të jetë në 2 nivele. 0,1% deri në 0,2%. Mlidhet Këshilli Bashkiak dhe vendos nëse do të jetë 0,1% apo 0,2%. Eksperti Edvin Stefani sqaron se pavarësisht vlerës reale të tregut, ajo çfarë do të taksohet do të jetë gjysma e vlerës së apartamentit deri në limitin që do të vendosin për çdo qytet. Në Tiranë limiti është deri në 4,5 milion lekë të reja. Pra në qoftë se ti ke një apartament në vlerën 8 milion lekë të reja, do të taksohet taksa e pronës ndaj 4 milionshit. Por në qoftë se ti e ke 13 milion lekë të reja apartamentin, do taksohet deri në 4,5 milion lekë me këtë taksën e re. Pra kjo është skema për apartamentin e parë. Ndërsa për apartamentin e dytë parashikohen 2 fishim. Gjithmonë nëse i referohemi segmentit më të vogël të taksës. Një prej çështjeve që kërkon sqarim lidhet me pronat e përbashkëta. Rastet kur prindrit jetojnë në një banesë, por ajo është në emër të tyre dhe të fëmijëve që kanë shtëpi të tjera, krijojnë paqartësi se cila konsiderohet banesë e parë apo e dytë. Nuk e merr vesh dot programi ose mënyra se si do të taksohet. Kjo gjë ka të bëjë me kadastrën fiskale, e cila duhet të zhvillohet në vijimsi dhe të forcohet në lidhje për të trajtuar pikërisht këtë lloj çështjesh. Përmbyllja e kadastrës fiskale brenda 2028 sipas Stefanit pritet të japë fund edhe procesit të legalizimit të pronave, duke e bërë taksën për pronën sa më të drejtë.